Vetëm pak ditë pas marrjes së detyrës në krye të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, Elisa Spiropali takon kryeprokurorin Adriatik Llalla. Takimi zgjat jo më shumë se 20 minuta dhe kryedoganierja doli nga institucioni Prokurorisë së Përgjithshme. Prokuroria e Përgjithshme nuk jep detaje për takimin, ndërsa Spiropali sqaron se u diskutuan edhe çështje konkrete, duke kundërshtuar edhe deklaratat e ish-kreut të Doganës. Timet janë bërë në momentin që unë jam vendosur drejtoreshe Doganave dhe janë quar në prokurori me firmën time. Mund ta verifikoni dhe me prokurorin që për gati 2 vjet administrata doganore nuk ka nisur asnjë rast në prokurorin e rrethit apo në kryeprokurori për të ndjekur dhe ka pasur mundësi ta bënte atë dhe nuk e ka bërë. Ne jemi vendosur ta bëjmë. Faleminderit. Sipas Spiropalit, pritet që në ditët në vazhdim të dërgojnë çështje të tjera në prokurori për evazion fiskal dhe kontrabandë me mallrat që paguhet akcizë.